Nuk do të ketë më import të produkteve të mishit, të gjetit dhe shpendve nga Brazili, nga të gjitha stabilimentet që nuk janë të miratuara nga Bashkimi Evropian. Vendimi është përcjell tashmë të gjitha institucioneve rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, pas vendimit të Drejtorisë së Përgjithshme. Drejtori i AKU-s në Vlorë, Endri Hyseni, ka konfirmuar se ndalimi do të zbatohet për produktet e mishit, të gjetit dhe shpendve që vinë nga stabilimentet në Brazil, të cilat nuk janë miratuar nga BE-ja. Urdhri nuk ka fate aktualisht, pritet normalisht një urdhër dytë, por për momentin, duke qenë se jemi në këtë fazë, është urdhri i ministrit e ka të përcaktuar i qartë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit do të marrë gjitha masat e nevojshme për të informuar operatorët edhe gjithë konsumatorët që mos të kenë më import nga stabilimente jo të miratuara nga Bashkimi Evropian. Pikërisht urdhri e ngarkon edhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit për të informuar të gjithë operatorët e biznesit, të cilët bëjnë import nga shteti i Brazilit, për gjitha kushtet edhe kriteret, cilat hapësirat dhe mundësitë që lejon ky urdhër për të garantuar tregtimin e këtyre produkteve nga Republika Federale e Brazilit. Vendimi është në fuqi për një afat të papërcaktuar, ndërkohë, sipas Hysenit, kontrollet do të shtohen edhe në pikat kufitare, ndërsa të gjitha subjektet importuese janë porositur të jenë rigoroz në zbatimin e këtij vendimi. Atëherë, për sa i përket importit të produkteve të mishit nga Republika Federale e Brazilit, ka dalë një urdhër i ministrit i cili e ka saktësuar pjesën e importit të mishit nga Brazili, urdhër i cili konsiston në ndalimin e importit të mishit të gjedhit dhe të shpendëve të importuar nga Republika Federale e Brazilit, përveç atyre produkteve të cilat vinë me origjinë nga stabilimente të miratuara nga Bashkimi Evropian. Atëherë, stabilimentet të cilat nuk janë të miratuara nga Bashkimi Evropian, në mënyrë kategorike, stabilimentet të cilat nuk janë të miratuara nga Bashkimi Evropian nuk do të lejohen të hyjnë në Republikën e Shqipërisë. Importi i mishit nga Brazili nuk do të lejohet më nga stabilimentet që nuk janë miratuar nga Bashkimi Evropian. Vendimi tashmë ka hyrë në fuqi dhe kontrollet do të vijojnë për të garantuar zbatimin e tij.